Besoj që edhe ju keni përcjell deklarimet e përfaqësuesve të subjekteve të ndryshme politike. Ajo që është e qartë, është e dukshme, është se lëvizja vetëvendosje është munduar që ta trajtojë vendimin e gjykatës kushtetuese në aspektin juridik, ashtu siç edhe pritet përderisa gjatë mbrëmjes djeshme kemi pa shumë interpretime politike. Vendimi i gjykatës kushtetuese e dëshmon edhe një herë, rikonfirmon atë që e kemi thënë, konstituimi i kuvendit është përgjegjësi e subjekteve fituese të zgjedhjeve, e veçmas 3 subjekteve më të mëdha, të cilat do të kenë përfaqësuesit e tyre në kryesi të kuvendit. Në linjë me këtë, natyrisht që ne do të vazhdojmë tutje. Si lëvizje kemi kryer obligimet tona, pra kemi ardhur vazhdimisht në secilën prej seancave, kemi marrë pjesë në votim, kemi propozu kandidatën tonë për kryetarin të kuvendit. Kalimin në votimin e fshat ka qenë pikërisht në linjë të obligimit tonë si subjekti më i madh fitues i zgjedhjeve që të gjejmë një zgjidhje. Ju e dini që fillimisht ka qenë propozimi për votim të hapur, pas letrës së presidentes e cila kërkoi që kuvendi të gjejë zgjidhjen. Si një mundësi e re, ne kemi propozu votimin e fshat, ndërkaq parti tjera nuk kanë marrë pjesë në votim, ndonse do të mund të kishin votuar kundër dhe të refuzonin votimin e fshat. Gjykata kushtetuese askund nuk e ka cikë që votimi i fshat është votim kundër kushtetues apo i paduhur, andaj besoj që edhe sot do të vazhdohet me të njëjtën votim. Gjithsesi, tani kemi edhe një konsultim të fundit përpara mbajtjes së seancës dhe siç e keni parë, edhe kryeministri Kurti, kryetari i lëvizjes vetëvendosje, tashmë ka dërguar një ftesë për kryetarët e partive me shprehjen e vullnetit për arritjen e një konsensusi në mënyrë që të vazhdohet tutje. Janë dy mundësi, patjetër janë dy mundësi, ose duhet që secila prej subjekteve të votoj propozimet e subjekteve të tjera, në këtë rast të lëvizjes për kryetar të kuvendit, dhe ne të pranojmë propozimet e subjekteve të tjera, të LDK-s, të PDK-s. Ndërkohë, mundësia tjetër është që të arrihet një konsensus me të gjithë emrat, pra nuk mund të ketë bllokat për zgjedhjen e kryetares, e cila është e drejtë që i takon lëvizjes, ndërkohë që të ketë mirëkuptim për zgjedhjen e nënkretarëve. Në pako për të gjithë? Nuk them që do të propozohet, për mundësi, janë dy mundësi, e para që ne të pranojmë dhe ne do të preferonim këtë, që të mos ndërhyjmë ne në propozimet dhe zgjedhjet e LDK-s dhe të PDK-s, ashtu sikurse dhe ata të pranonin kandidatin tonë, por nëse ka hezitime apo kërkesa nga subjekte tjera që të ndërhyjnë në propozimet që i takojnë lëvizjes vetëvendosje, atëherë kjo nuk kupton që edhe lëvizja mund të ketë, domethënë, të njëjtat pengesa për propozimet e subjekteve tjera për nënkryetar. Gjykimi i gjykatës kushtetuese thotë që propozimi për kryetar të kuvendit është i ndërlidhur me shumicën e votave. Këtë rast nuk ka qenë i ndërlidhur tash e sa herë për shkak se nuk e keni pas shumicën, kjo është parë në votimet që e keni. A do të keni kujdes që propozimi i radhës ti ketë gjithsesi numra, për shkak se gjykimi thotë që është i ndërlidhur me shumicën. Gjykimi e përmend sakt atë që e kemi thënë edhe ne, që konstituimi i kuvendit, gjykimi i gjykatës kushtetuese shprehimisht thotë që është i ndërlidhur propozimi me shumicën. Është citat. Është e qartë që për të arritur votimi i kandidatit duhet të ekzistojë shumica. Por gjykimi, besoj siç është e qartë për të gjithë, e ripotencon edhe një herë që kuvendi konsiderohet A mund ta jap përgjigje nëse? Pra, kuvendi, jo nuk po devijoj, unë po them sakt atë që është e qartë. Kuvendi konsiderohet i konstituar kur votohet kryetari, kryetaria dhe nënkretarët. Pra, nëse subjektet LDK dhe PDK synojnë që të ndikojnë tek lëvizja në propozimin e kryetares, kjo nuk kupton që edhe lëvizja duhet të bëjë të njëjtën gjë për propozimet që vijnë të LDK-s dhe të PDK-s. Për këtë arsye, unë e thash janë dy mundësi. E para, që secili prej subjekteve të pranojë kandidatët që i propozojnë subjekte tjera, ose të ketë konsensus në mes të subjekteve që do të marrin pjesë në konstituimin e kuvendit, duke arritur një konsensus për kryesin në tërësi e jo për kandidatët.